Kampioni i Kosovës, Ferronikeli, ka prezantuar përforcimet dhe njëkohësisht ka filluar përgatitjet për ndeshjet e Ligës së Kampionëve. Në stadiumin Recep Recepi në Drenas, sot kishin ardhur të gjithë lojtarët së bashku me përforcimet e deri tashme. I pari i klubit, Ekrem Elshani, foli për punën që i pret dhe për përforcimet, duke deklaruar se nuk kanë kohë për të humbur. Fillojmë stërvitjet për sezonin 2016-2017. Në njëjtën kohë, ne sot po prezantojmë edhe skuadrën për këtë sezon. Lojtarët e cilët kemi pas nga sezoni i kaluar kemi vazhduar kontratën 90% me ta dhe përforcimet e reja që kanë ardhur. Ne si klub nuk kemi kohë të humbim më shumë. Kemi pas një javë ditë pushim, kështu që nga sot fillon stërvitja që të përgatitem për garat evropiane. Kryetrajneri Afrim Toverlani u shpreh i kënaqur me punën që kanë bërë deri më tani dhe me përforcimet që kanë sjellur në klub. Toverlani theksoi se përderisa lojtarët vendor janë më të mirë se të huajt, atëherë atyre do t'u jepet përparësi. Shumë punë që të përgatitemi deri te ndeshjet e para, të cilat janë për një muaj dhe nuk isha me zgjat më tepër, sepse na pret shumë punë dhe këtë vit edhe më pak llafe më tepër punë. Nuk do të japim emra, se mandej edhe mediumet edhe klubet tjera me njerë kuptohet të reagojnë dhe politika e klubit është që derisa nuk i përfundojmë marrëveshjet, mos të bëjmë media se emrat e futbollistëve me të cilët dëshirojmë të jenë në radhët tona. Nuk përjashtohet mundësia, mirë po vetëm nëse është më cilësor se sa një kosovar, sepse nuk do t'ja zë kosovarit vendin me futbollist huj. Mirë po nëse është më cilësor, do t'jetë i mirëseallëm si çdo ku në botë. Dy përforcimet e skuadrës, Ahmet Haliti dhe Besnik Krasniqi, u shprehen të lumtur që janë pjesë e skuadrës nga Drenasi dhe që do t'i prezantojnë të parët klubet kosovare në arenën ndërkombëtare. Po të them drejtën, Ferronikeli vitet e kaluara, këto vitet e fundit është një ekipet më të organizuara. Ka një ekip shumë cilësor me një staf shumë të mirë, kam përvojën me trenerin, ka pas trener më herët. Shpresoj që të paraqitem sa më mirë edhe në garat evropiane dhe të arrijmë synimet e klubit cilat i ka. Janë shumë arsye, ku marr parasysh në vit për Shqipërisë, vite një ekip kampion që u bë kampion, dhe janë që marrin pjesë gara evropiane, po edhe një ekip shumë serioz, jo Ferronikeli, duke treguar këto vitet e fundit shumë, duke bën një ekip shumë të mirë, dhe ajo më ka shtyr se më kushtet edhe ajo për të ardhur në ekip dhe për të marrë pjesë në gara evropiane. Synimet e mia janë personalisht të luaj sa më mirë, të tregoj veten në këtë ekip, dhe të japim më të mirë në Evropë, pse jo të ikim në ekip tjetër në evropian, të shikojmë se të ndodh. Sa i përket ekipit, mendoj se na pret shumë punë për të bërë. E nuk kishte si të mungonte edhe një deklarate atyre që kanë kontribuar më parë në klub. Kryetari i nderit, Avdi Krasniqi, e krahason Niklin me një klub mjaft të madh. Ferronikeli është Barcelonë. Derisa të tjerët e ka simpatizuar deri me tani Barcelonën, do të jenë simpatizues të klubit futbollistik Ferronikeli.